Në mjediset e restaurantit Oferta, mbrëmësimdhënësit e komunës së Prizrenit u takuan me kandidatin për kryetar të komunës, Shaqir Totaj. Fillimisht para të pranishmëve, fjalë rasti ka mbajtur bartësi i listës së PDK-s Kujtim Gashi, i cili pas një hyrje angazhimesh ka ftuar drejtoreshin e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj, e cila para mësimdhënësve ka folur për punën dhe urimet e shumëqirtave që janë bërë, angazhimet e trajnimeve dhe politikat arsimore që kanë kontribuar për të ngritur frymën e konkurrencës mes së shkollave. Pastaj u përmend lidhur me trajnimet dhe arritjet që i ka bërë për nxënësit e komunës së Prizrenit. Sigurisht që rrugtimi jonë edhe të kaluamën, po edhe të ardhmen do të jetë i lidhur ngushtë me komunitetin e arsimit. Është një prej sektorëve që ka pas një prioritet të veçantë, një objektiv të veçantë të kryetarit të drejtoreshës, dhe natyrisht që këto synimet tona edhe këto plane do të vazhdojnë edhe në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Me një vizion të qartë dhe me pritshmëri të arreqme, ne kemi punuar çdo ditë për të siguruar një proces të vazhdueshëm për arsimin, sa më cilësor dhe për të ndërtuar politika të planifikuara mirëfilli dhe të cilat sjellin arsim cilësor në mënyrë kontinuele. Fillimisht ne kemi ofruar shërbime të munguara kohë të gjatë në edukimin e hershëm. Kemi hapur qerdër në lagjën Barramsur, jemi në fazën finale të funksionalizimit të qerdës në Ortakall, kemi filluar punimet në ndërtimin e qerdës në lagjën Tusos, në lagjën Dardania, në fshatin Kurish, së shpejti fillojnë punimet në fshatin Zhurë, dhe në përgatitje sipër janë projektet për fillimin e punimeve në lagjën Arbona. Kandidati për kryetar të komunës nga PDK, Shaqir Totaj, fillimisht tha se kanë privilegj që pas fjalëve të mira që i tha Kujtimi dhe drejtoresha Luljet, po pyes sa thua jam on, por është privilegj i madh që sot jam para jush dhe këtë takim po e filloj me atë thënie tashmë të njohur se nëse duash dikënd, ta dëmton mos se bombardo, por dëmtoj arsimin dhe ke dëmtuar për gjithmonë. Kam privilegjin të ju them se ju ishit e jeni shtylla kryesore shoqërisë tonë, pastaj ka folur për disa të arritura që tashmë i ka evidentuar komuna e Prizrenit. Dikush më pyeti se si po e kaloi ditën, i tregova para ditës si kryetar komune e pas ditës si kandidat, dhe kjo e pas ditës ka një ritëm të veçantë e takime me shumë personalitete, tha Shaqir Totaj. Lulja, çfarë të arritur na kemi pas në arsim? Edhe në bazë të indikatorëve të matshëm performancës që në nivel të Kosovës, drejtoria komunale e arsimit në Prizren ka dalë ose më e mira në Kosovë, edhe kjo është tregus i një pune serioze, por natyrisht që Lulja se ka bërë këtë vetë bashkë me stafin e vetë drejtorisë komunale të arsimit, po pjesën kryesore të punës e kanë bërë mësimdhënësit në për shkolla bashkë me nxënësat. Na bashkarisht e dim që Prizreni ka shumë komponenta të identitetit si qytet. E një për aty në komponentave është edhe jeta kulturore edhe jeta sportive. Po na e dim që përgatitja e kuadrove për jetë kulturore vjen prej arsimit. Po ashtu përgatitja e talentave për sport vjen prej sallave të edukatës fizike e kështu me radhë. Prandaj në periudhën 4 vjeçare, mandatin e kaluar, ne kemi kushtuar kujdes të veçantë. I përmendi Lulja, po megjithatë kemi ndërtuar disa salla të edukatës fizike. I kemi renovuar disa salla tjera. Kemi investuar në renovim të shkollave, kemi investuar në ndërtim të shkollave të reja. Kemi hapur shtëpi të kulturës. Prandaj edhe jo rastisht identiteti kulturor i Prizrenit e ka një komponent që ndërlidhet me kuadrët që dalin prej arsimit. Për shembull, shkolla e muzikës ka dhënë talenta të jashtëzakonshëm, disa herë ka marrë pjesë në koncerte të tyre, edhe për këtë arsye, në bashkëpunim me ambasadën e Luksemburgit dhe UNDP, jemi të renovuar sallën ku talentat e shkollës muzikës bëjnë koncerte. Edhe besoni kish talenta të jashtëzakonshëm që na përfaqësojnë nëpër nivele shumë të larta nëpër festivale evropiane, nëpër koncerte të lloj-llojshme. Po ashtu, duke ju falenderuar punës të një ekipi ku kanë marrë pjesë disa mësimdhënës,
Prizreni është shpallë qyteti evropian i sportit për vitin 2026. Në këtë takim pati qendra mësimdhënës e udhëheqës së shkollash, që njëherët u njoftuan edhe disa kandidatë këtij subjekti politik që po garojnë për kuvendar.